Kush Katalia? Si ka kori Katalia? Të shkallët. Po të losë është një korali? Të pëqen qolapet? Yes, korali. Ose shtrëngo mami se po ha buku? Do me thëmë po ha shumë pilaf. Unë dua pilaf. Po të tjepë mami, po mami sa të hodhi atë ilaçin ty me sprej dhe të ripis minuta te gryka. Korali nuk ka se mull? Jo, korali nuk është së mull. Unë jam se mull? Ti je së mull? Yes. Mamit pak atë kartë picetën aty të... Mami, unë dua Katalia? tortina. Katalia? Marrë mamit qika të kartë picetën aty të tavolina. Jo? Po. Hadi të? Që mami hundët? Au. Kami. Just. Po që përnë është të? Dilë shumë mami tani? Që do jesë bën knock-knock. Që jesë bën knock-knock. Bën lartë, mami mails. Knock knock. Të dashur miq, mirë dita dhe mirë se erdhët në vlogmas numër 4. Sot e kemi nisur ditën pak si me përtesë. Jashtë është vrentur, në fakt është pak ftohtë. Katalia ka qenë shumë mirë, edhe gjatë natës nuk ka pasur më temperaturë, edhe tani thjesht ka një koll të lehtë dhe të rrallë, të kiqe mami si më shiko. Për momentin po rrim pak këtu brenda dhe do të shohim si do të jetë dita në vijim. Po jo, me për që do ato qëra për ke plot, hajtë se do të marrim mami një që tjetër.
E ku ke parë ti që vet ashtu? Ehe. I ke të shtëpia ti ato mamia, ti morëm neve që i ke kështu të zeza dhe me fjongo. Me fjongo i ke dhe ti e shikon me fjongo që nga dhe këto. I ke të shtëpia. Ato të zeza. A? Po, jo, i morëm ne nga Anglia i sollëm aty. Pacim Catalia, pacim Ella. Si që po të re, sot në pasdite ne ishim të qëtuja, në fakt erdhëm vërdalla ndej për rreth një 2-3 orë, dhe pastaj kur u kthyem na kapi trafiku. Katalia ne zuri gjumin në makinë, Katalia u fiksua që t'i merja ndonjë fustan, se mori kushërira e saj, por një që më pëlqeu vërtet shumë, nuk ishte për moshën e Katales, do t'i rinte shumë i madh, po kemi marrë 2 valigje të mëdha që andej me rroba, shumica e rrobave janë për vajzat, dhe ndonjë nuk ja vlen që t'i blejmë, se nuk u bie as radha kur do t'i veshin, po gjithsesi një gjë për vete e mora, pasi në të vërtet nuk kam marrë shumë bluza me vete, dhe mora këtë, është një material shumë i butë, te i masa i butë, nuk e di sa dallohet edhe në video, dhe është në ngjyrën bezh e hapur, është kështu triko e thjesht, por vetëm për materialin e kam marrë, edhe për faktin se, si që thash, nuk kam marrë shumë bluza, sidomos kështu për përditës që t'i mbaj në shtëpi ose kur dalim te i rrotull, që nuk kërkojmë që të vishemi, të ngrehemi. Dhe gjithashtu mora dhe këto shapkat, këto janë shapka shtëpie, edhe janë me këtë punimin kështu, dhe këtë poshtë e kanë këtë pjesën e fortë, por këto shapka i kam marrë për mamin tim. Këto 2 gjëra mora, në fakt unë nuk dola që të marrë gjë, thjesht kot dola për xhiro me të 2 akunatat, ato në fakt kishin për të marrë për fëmijët e tyre, dhe më ngjitën dhe mua këto të 2 janë për të duar.
Tani ka kaluar ora 10, Korali është në gjumë, po bën gati 1 orë, Katalea nuk ka fjetur akoma, kështu që do të bëj gati Katalean për gjumë dhe unë ndoshta të editoj këtë videon dhe bashkë do të shihemi në vlogmas numër 5. Natën e mirë. Dhe bashkë do të shihemi në vlogmas numër 5. Natën e mirë.